Qytetarët kanë vlerësuar aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje, që pengonin hyrjen drejt tregut të Rusit, duke e konsideruar një hap shumë të mirë për rregullimin e zonës, e cila më parë ka qenë në kaos dhe pa asnjë rregull. Jashtëzakonisht e mirë. A dash më bë me kohë. E në të karakatina, nas rrugë këtu, nas një vend bosë të qihen këto. Ai që ka kënë faktën jashtë. Po jenë me kriteri, jo bane si dushti. Shumë mirë bane ata që janë pa letra, ashtë drejt një prish në të drejtën. Edhe për neja shumë mirë, edhe me në regullove janë dhe ata shumë mirë e bajnë. Në kur këna dhe shpi me letra, këna pleskin e pa letra. Shumë gja mirë që i kanë bëhë këtë punë. Edhe makinë, vajerë vini të me hirë, në anës me kalu, një me ble. Jo vetëm këto, por kudo që i kanë bën javlen, unë mendoj që i kanë liru hapësinat qytetarëve, kamësorëve. Është një diçka e mirë, ja ka vlerë edhe më parë. Është rregull për zotën, më kanë edhe shtëpia robit e hapur në rregulluar që është jo këtu si zjarr fikse me pas se i ambulancë s'ka ka hinë. Edhe sot ka vijuar puna për lirimin e hapësirave publike në kuadër të përgatitjeve për investimin në merkatën e re të Mishit, që pritet të transformojë tërësisht këtë zonë tregtare, duke sjellë kushte dhe standarde bashkëkohore për tregtarët dhe qytetarët. Aksioni është ndërmarrë nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake, si pjesë e planit për rivendosjen e rendit urban dhe funksionimin normal të tregjeve publike në territorin e Bashkisë Shkodër.